Kjo është histori absurde dhe të betohem që e kam lexuar mbrëm dhe kam qeshur, sepse problemi i doktor Berishës nuk është me non gratan prej kohësh. Nëse ka i problem Sali Berisha që po të reagoj Departamenti i Shtetit, Shtëpi e Bardh dhe t'ja zgjidhin, do ishte vërtet madhështore për të. Lajmi mirë për vendin. Jo. Për te asajt, ajo ishte ashtu si Talandi, po në qoftë se donin t'i bën një nder doktorit sot, SBA-t dhe Lasivitasi dhe ata, duhet që nga Departamenti i Shtetit të thuhet që struktura e posaçme antikorrupsion është një strukturë kriminale e ngritur nga George Soros. Kjo do ishte fatale për reformën drejtësi dhe fitoria reale e Sali Berishës. Kjo nuk do të kur. Po nëse nuk ndodh kjo, atëherë këto janë krunde, po e përsëris. Sa e thej që këto janë krunde, ekspertët e SBA-s. Këto janë krunde për këto tjerat, të lajmet. Këto janë krunde. Se ti në fillim the Tagji. Po pra, sikur ka ndryshim. Po krundet janë pak më Tagjia ka vlerë ushqimore. Tagjia dhe krundet ndajnë çiktë. Po jo se nuk e prit. Tagji është për militantët. Po, këto janë krunde për këto kolegët që thonë ku jemi ne. Filloi betejë mes gazetarëve tani. Shma bet kjo është se po më fal, aty në gazetarëve ndaj atyre kam një sfidë profesionale. Po. Ju lutem gazetarë të nderuar, komunikoni me atë kolegun që keni atje në Amerikë. Dërgoj email. Po, dhe thojini që të qetësohet gjithë Mileti dhe ne të dalim për i bret, ne që kemi thënë non grata, kush të kemi aty të dokumentuar shkëmbimin e emaileve të këtij zotërisë të gazetarit amerikan me Departamentin e Shtetit. Se ka një truk në zgjedhje, që këtë e kam, edhe madje e kam nga Alfred Lela, se e kam patur pedagog. Kur bënim këto shkencat e komunikimit shkollën atje, rastet kur krijohen dhe ti ju e dini mirë, pseudongjarjet. Pra çfarë ndodh? Ka ndodhur këtu në një vend të lindjes, këtej Kroacia, nuk e di, që një ditë para zgjedhjeve, pra në heshtjen zgjedhore, kundërshtari ka hedhur në eter në media një lajm të rrem për familjen e kundërshtarit. Ai nuk reagonte dot sepse ishte në heshtje zgjedhore dhe i ka ulur 10% në zgjedhje. Këto janë nga ato truqet që hidhen 2-3 ditë para zgjedhjeve, ku nuk ke kohë fizike që ta një pyetje që unë sa bëra që e kisha përgatitur. Do dekoj kjo në zgjedhje? Më fal, nëse ai gazetari është për të bërë ato pyetjet, pse nuk e nxorën 2 javë para? Se kjo mua nuk më jep kohë, kur them mua medias në tërësi, që të konfirmoj me Departamentin e Shtetit vërtetësinë. Departamenti i Shtetit. Tani në këtë moment. Departamenti i Shtetit. Thua përgjigje kur vjen përgjigje. Përgjigjen dua unë se pyetjen nëse më lejon. Janë truqe. Po, patjetër. Edhe kanë bërë shumë mirë more. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Shiko, unë gjykoj se si taktik. Është kryevepra. Do të psoj Shehajn, Bashën, gjithë ata që janë për çar. Është kryevepra e tretë e zotit Lasivita në. Se kush ishte para e dyta? E para ishte vendosja e kapeles mbi drejtuesin historik të partisë së parë. Me vërtet po tallesh? Fillohet tani ti? Jo, nuk është në nivel tarje. Kjo është sa ka. Vendosja e kapeles nga parë e rinon shumë. Ai ka energji. Energjia nëse ka mundësia të doktor Berishën me kapele. Ai bëri shumë mirë, sepse energjizoi bazën. Energjizoi bazën, jo nuk. O fatos, ti unë e di që ti ke parasysh kapela e Trumpit fitoi Amerikën, Po e dyta? Kështu që ishte hapi i parë. E dyta ishte publikimi i një poezie të një prej poetëve më në zë të shekullit të kaluar britanik, quhet Edward Thomas, për bufin. Dhe e treta është pikërisht 3 ditë përpara zgjedhjeve, çfarë tha edhe në nivel të mos harrojmë, Lasivita ishte mes atyre 3-4 mendjeve që si thua pollën një fushat shumë suksesshme. Këto 3 mrekulli thua ti ka marrë sa ishte kontrata? Të paktën ai po prodhon. Elastivitasit nuk dihet. Po jo, po sa? Ajo tjetra është 6 milion. Po jo, s'ka lidhje. Po le të themi në nivele $100,000 duhet jetë sepse ai si zot. Për këtë mrekulli. Jo vetëm kaq, ai po prodhon. Ka bërë dhe një mrekulli tjetër. Po ai s'është shtu more. Jo, ka bërë dhe një mrekulli tjetër. Ai nuk është shtu, po ai po ndihmon realisht. Ti po e harron. Ka bërë një mrekulli tjetër ku duke komunikuar me disa
gazetar që mendon të si janë. Kjo është. Ka treguar. Shiko se sa më energjik duket drejtuesi historik i partisë kryesore opozitare sot. Partia që ka sjellë pluralizmin. Analistë ekonomie dhe politike. Ti thuaj që kjo kapele është mrekullia e parë që ka bërë Lasivita. Është një veprim me rëndësi për ja e heqim dhe fjalën mrekulli, po të duash veprim me rëndësi. Mbaje po dosh, mbaje të kam mik të vjetër edhe e pranoj edhe atë. Fatosi e tha mrekulli duke qëndruar në të njëjtat nivele megalomanie me madhështorin. Kush është ai brapa aty me atë njëshin? Në një njësh tjetër. Nëse, shiko, Roland, ne kemi dhe rrena madhështore. Nuk kemi vetëm truke madhështore, po Biri janë Berisha me kapel. Madhështore. Po, pikërisht. Pra, imazhi ka bëj shumë sot, sepse jemi në një shoqëri të internetit, të fshatit global, edhe të informacionit që të vjen krejtësisht në radhë parë i shikueshëm. Njerëzit më tepër besojnë atë që shikojnë se sa atë që dëgjojnë apo që lexojnë. Sot. Kështu që kjo unë gjykoj se është kryevepra e parë. E dyta ishte një poezi që pak si thua. Bufi dilte shpend i mirë. Dilte një shpend pak i interesuar, por që ama me thellësinë e mendimit të vet konsiderohet në botën e kafshëve një nga shpendet më të mençur. Kështu që dhe kjo ishte poezia për Bufin, kuptohet me nën tekste të vet poetit të madh anglez Edward Thomas, të shekullit kaluar 1900-s. Pra, këto ishin përzgjedhjet e këtij njeriu. Ai ka bërë shumë më tepër në fushatën Trump. Ktu në mjedisin ton, dhe tani kanë nxjerr këto. Dhe gjykoj se edhe me 72 orë që i kanë ngelur nga si zor të nxjerrë diçka të tretë nga kapela. Por ama, kjo e treta ndoshta është kryevepra e tij. E mrekullive, pra krye mrekullia. Pse? Sepse realisht është vërtet po mirë se kapelja dhe poezia se sa e vërtet është në raport me departamentin e shtetit. Rëndësi ka që baza është tërësisht energjizuar. Unë po të them që unë kam miq të mi të Partisë Demokratike dhe që më kanë thënë me shumë sinqeritet. Për sapo kishte filluar, si thua, fushata. Fatos, në rast se doktorit i hiqet të qenit i padëshirueshëm, ne fitojmë zgjedhjet. Pra, kaq e fortë është besimi i tyre që letuash përmirësimi, arnimi i një imazhi shumë keq. Nëse del departamenti i shtetit thotë po ja kemi hequr non gradën zot Berisha. Është gjë e mirë, është e mirë kombëtare. Është e mirë për vendin tonë. Nuk diskutohet dhe unë ndjej mirë që kam thënë që nuk jam i gëzuar që zot Berisha ja kanë vendosur non gradë. A ndikon në rezultat 11 maj? Jo. Për tre arsyet. Ndikon në 11 maj nëse hiqet non gradë me vendin. Nuk është përcaktuar. Ndikon? Po, do të jap arsyet ku ndikon ama. Po sepse në qoftë se non grata hiqet nesër, përveç faktit të pajtohem, nuk kemi pse të kemi i njollë se është flamuri shqiptar dhe poshtë është emri i Sali Berishës, Lulzim Basha nuk ka më arsye të ekzistojë politikisht. Pse Basha tani në këtë moment ekziston politikisht? Jo, sado pak. Pra, i ka ca bishta Basha që mund t'ja heqi doktorit si vota. Për shembull, bishtat e Bashës. Jo, e kam këtu, të gjitha ato parti të reja që janë krijuar për të distancuar nga non grata, praktikisht do marrin një kolpo. Kaq është. Mund të them jo tre, meqense dha vetëm një arsye pse nuk do ndikoj. Cila është? Sepse nuk e zgjolli kot qof kapelen, qof flamurin, qof mesazhin kryesor drejtuesi i sotëm i partisë në qeverisje, Bashkimin Evropian dhe Integrimin. Roland, unë i kam ndjekur me shumë kujdes edhe të gjitha garat zgjedhore të mëparshme. Nga Brukseli ka patur takime me opozitën tonë, të mëparshme. Kanë qenë personalitete që kanë ardhur këtu, kanë takuar opozitën, por edhe në Bruksel kanë qenë thirrur. Kjo është pozitive. Pra, kjo ka të bëjë me faktin që në rast se një parti e bën flamur hyrjen sa më shpejt në Bashkimin Evropian, tjetra që garon dhe që për hir të së vërtetës është, duhet i themi, bravo, bëre shumë mirë. Asnjëherë nuk ka votuar kundër çfarëdo lloj ligji për integrimin, bravo qoftë. Unë do kisha dëshiruar të bënte edhe një nismë tjetër brenda parlamentit, ata janë aktiv për shumë gjëra, pse të mos ishin aktiv edhe për rezolutën që një opozitë tërësisht e bashkuar në parlament mbështet integrimin. Nuk ka asgjë të keqe bëri Kroacia, ti e di pse është rast suksesi në nivel të shpejtësisë së integrimit Kroacia, vendi jon fqinj. Kështu që në gjykimin tim është kryesore që nuk do të ndikojë edhe një lëvizje në momentin e fundit, in extremis, le të themi të shtunën, megjithëse të shtunën ata nuk nxjerrin gjë. Po të premten le të themi. Të premten të dalin një. Vetëm nesër pra?
pikërisht pra një selam, një vërtetim, diçka ferman, quaj po të duash, nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit, po them nuk ndikon. Pse? Se shqiptarët deri tashti e kanë ndarë mendjen. Sepse për fat keq, në gjykimin tim, drejtuesi historik i partisë kryesore tonë në opozit ka bërë menaxhim të humbjes dhe jo të gjitha bateritë për të fituar. Pse? Sepse në momentin kur zgjidhen kandidatët, ti e di më mirë se unë, dashur Roland, ti e ç'të them, domethënë, jo kaleidoskop, po praktikisht je memorie e gjallë e veprimeve politike të partive tona gjatë gjithë të periudhës së pas diktaturës. Dhe po them edhe këtë, që po të ishte se do ishte realisht kërkuar vendet e sigurta për njerëzit e ri që të sjellin shpresë, për figurat po. Unë kam 2, nuk po i përmend. Atëre kam Dorian Telidin, e kam mik shpirti, për kjo s'do të thotë që unë dal dhe marr përgjegjësinë dal pra qytetarëve. Dorianin e doja në pozicion të sigurt. Pse? Është arkitekti një programi të mrekullueshëm, po them, në nivel të mbështetjes për qytetarin dhe për familjen. Klodian Muçën e doja në vend të sigurt. Pse? Sepse janë të dy me integritet, jo pse i njoh dhe i kanë miq të mi të zemrës, po janë të dy me integritet i dashur Roland dhe ata do t'i jepnin shumë debatit pikërisht. Njëri do me thënë nuk e zgjodhi vetë se do ishte praktikisht për të ulje ta pranonte garën jashtë vendit të sigurt, por kontributi i tij është thelbësor, do të thoja, të paktën në këtë ofertë dinjitose që ka sot partia kryesore në opozit edhe pas 12 vjetësh agjërim në nivel të masave ekonomike. Nuk dua të ha shumë krabin nga ekonomia. Po them edhe një herë. Po them edhe një herë që nuk ka ndikim përcaktues. Jo se s'ka ndikim. As diskutohet. Ne mund të po ama përcaktues që vendosi fituesin tek ne. Jo fituesin, a dëgjove çfarë thash? I pari deli pari, i dyti deli dyti. Nëse nesër Lulzim Basha ka një shans që të marrë një mandat në Tiranë, se del në për disa sondazhe afër 2%. Me një njoftim zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit, ai ka zero. Ai arsye pse ekziston Lulzim Basha është distancimi nga non grata. Më fal, doja vetëm të dalloja, të nuancoja ndikim përcaktues me ndikim. Jo, s'ka lidhje me përcaktues fare. Ndikim përcaktues jo.